Pas raportimit të televizionit Ruskana për gjendjen e disa rrugëve në Kërçov, komuna e Kërçovës ka dërguar në redaksinë e televizionit Ruskana një reagim sqarues, ku njofton opinionin publik se për gropat në rrugë ka gjithmonë një shpjegim ose fajin e kanë subjektet që kryejnë punime ose kushtet atmosferike. Sipas komunës, aty ku rrugët janë hapur nga operatorë të ndryshëm, përgjegjësia bie mbi ta, pasi nuk i kanë kthyer sipërfaqet e dëmtuara në gjendjen e mëparshme. Ndërkohë, aty ku asfalti është prishur pa ndërhyrje të faktorëve të tjerë, shkaku kryesor janë rreshjet e dendura dhe të pandërprera të shiut. Komuna njofton se është në komunikim të vazhdueshëm me subjektet përgjegjëse dhe se dëmtimet do të sanohen në ditët në vijim ose në periudhën e ardhshme, varësisht nëse gropa është hapur nga kompanitë që kryejnë punimet apo si pasojë e kushteve atmosferike. Deri atëherë, qytetarëve u mbetet të lëvizin me kujdes, të shmangin gropat dhe të presin që bashkë me motin të përmirësohen edhe rrugët.